Jemi në blokun e fundit, tensionet, surpriza dhe pyetja kryesore. Mbrëmjes, kush do të largohet sot nga shtëpia? Këto janë ato që karakterizojnë Big Brother VIP Kosova natën e sotme, kur do ta kemi edhe projmin. Ndërsa për të diskutuar për këtë çështje kam të ftuar në studio kolegën time gazetare Gresa Anita, i kënaqësi të jesh me ne, Gresa. Gjithashtu edhe Inja Kroni. Faleminderit shumë që ka ardhur sot në studio. Edhe i kemi edhe dy miq të mi, Roki Alb na lidhet nga Gjermania. Roki, kënaqësi me të pas në Kosova Today. Përshëndetje dhe për ju në studio, Kroni. Përshëndetje edhe miku tjetër em është Gjergj Prenga, i cili lidhet nga Tirana. Gjergj, përshëndetje, kënaqësi me të pas në studio sot. Faleminderit. Po e filloj bisedën me ty, Gres, i ke përcjell besoj gjitha dinamikat. Cila një prej dinamikave që të ka bu mas shumë të përshtypje së fundi dhe pse? Në fakt, dinamikat vetë se po rritën dita ditës krën dhe gara po bëhet shumë interesante. Dinamika do e filloja me Labin, me qenë se s'do të dëshiroja t'ja nisja me të, por me qenë se po bëhet një nga personazhet kryesore, le të themi, të shtëpis. Nuk e dim se deri ku do të shkoj loja e tij, me qenë se deri në tash në këtë pikë të garës është thjesht i paparashikueshëm. Se kështë prit që atë frizurë që bënë që Se di, frizurën e prisja, por loja të cilën e ka zgjedhur, sidomos tash më thjesht e ka humbur busullën brenda shtëpisë dhe është duke shfrytzuar çdo formë për ta degraduar apo për ta denigruar kundërshtarët e tyre. Thjesht më pëlqen fare loja e tij. Labi, po mirë. Roka mendon ti kështu, a sheh Labin këtë formë, duke marrë parasysh se nëse i mbledhim ofendimet, kështu unë nuk e di nëse ka pas një lojtar ma të ofendum edhe ma tentim për ta degraduar nga të tjerë. S'po them që ka dhënë material, veç thjesht kështu, sa i përket sulmeve po flas. Nëse kena të mbrojt një viktim edhe e bojmë një viktim tjetër, atëherë ajo është e barabartë dhe ti i bullizues. Na për bullizojnë a Labin, tu tentu me mbrojt dikon tjetër që Labi për bullizon. Njëta gjë vlen edhe për opinionistat. Unë mendoj që dështimi më i madh i këtij produksioni janë dy opinionistët që ka këtu. Nuk e di sonte kush ka me kon sulmi Roz, pasi që këtë javë Labi ka nejt shumë i qetë, nuk e di kënë kanë me sulmu sonte Olta edhe Leonora. Ndoshta Se po thu ato pe sulmojnë, edhe Labi e sulmoj Oltën, bile, këgja i dhimti. Po, edhe moca grith kur t'ja të prejsh, tepër. Kështu që unë po pres sonte me na tregu Leonora për Elionën, sa të rëndësishme janë lirimi i gazdrave, sa të ndihmon, sa është të shëndetshme, se tjetër sen nuk ka çka me tregu gjatë këtë javë për Elionën. Kështu që janë shumë të njohshëm edhe opinionistat, gjatë që po shqetëson. Base kjo është edhe një prej gjërave që ju kanë vesh shikës, sepse nuk e dim realisht çka ka ndodhur. E mora pak kështu me në formë tjetër, në formë shakaje e ktheva, mirë po është e turpshme se si opinionistat rreshtohen nga disa banorë të caktuar, kur ata janë të ftuar me dhënë mendimin dhe opinionin e tyre, njëjtë për gjithë banorët të dallimit. Këto po më dukesh pak subjektiv, Roki, po kisha pas qef me ditë edhe Gjergj ç'a mendon. Gjergj. Se përket lojës së Labit e kam ndjekur për gjatë gjithë kohës që kur ai ka hyrë në atë lojë. Dhe po më duket se po bën një lojë shumë të pisët, sidomos loja që po bën kundrejt Fjollës, ku e dëgjova ku ishte muhabeti për një bukë që kishte gatuar Labi, që Labi i tha e quajti edhe të smur psiqike Fjollën, ndërkohë që ne të gjithë dim që Fjolla ka pasur ato problemet e saj dhe një person që mund të ketë pasur probleme psikologjike, psikike, nuk mundet që neve ta fyejmë në atë farë mënyre, sidomos para shumë. Mbase Labi mendon se ka thonë të vërtetën, e kupton? Nuk po du me mbrojt, po veç po mundoh me hinë logjikën e tina, sepse në formë tjetër Gresë. Unë i qëndroj akoma mendimit të më thjesht, nuk më pëlqen fare loja e Labit, sepse forma me të cilën ka zgjedhur të luaj nuk është adekuate. Sa i përket mendimit tim, kush pëlqen realisht? E kena dhe një banor të ri Ludo që i ka ndru dinamikat e shtëpisë. I ka ndru dinamikat me cilin banor konkret, së ndëri tash nuk është se kum vrejt një superlojë gana. Po për shembull përderi sa para hyrjes ti në kanë Labi dhe krejt shtëpia, tash paktën janë dy grupe, janë grupi i lëndrimit, Klodit, Elionës. Dinamikat e vetme i ka bë thjesht sa i përket Albës, që nuk po e shoh se po tenton më u afrua më shumë. Edhe po e shoh se ka kriju, le të themi atë aleancë ka pasi jashtë me Edin, është bëj më i afërtetje dhe Edi u ringjall më në fund. U ringjall po thuhet. Po Edi u ringjall. Mbase indikoi edhe ndarja me Dolçen.
A përshë ka njerë të këthilë ndarja? Po, Edit si duket të indikoj, edhe pse nëse i shikojmë veprimet e tjera të Edit, lë shumë për të dëshiruar. Mirë, po du më nalë, kush delë sot edhe pse? Sonte besoj që del kushtrimin nga shtëpia. Thjesht konsideroj se nuk ka se qka t'i ofroj më shtëpisë. Tentoj të kryoj një loj me Sasën, e pausën nuk i funksionoj dhe thjesht besoj se ai... Ja, Sasa tentoj mjë afru kushtrimin. Konsideroj se ka qenë reciproke, por të dytë e panë se me zërë nuk hitë. Roki, a me ndonë se do të dalë kushtrimi, ose kush me ndonë që do të dalë edhe pse? Unë mendoj që lobi 3 qeropat ja ka nisë me marrë erë, edhe nuk ka që ka me dhonë ma shumë për atë shpi, ato qeropa ka pas mi prezentu edhe aty në ju dulë më fara, që nuk është i kutë, mrenda, vetëm po hamë bukët. Edhe po përgadit. Gjergj? Unë jam i labit të ri dhe kushtrimit që mund të dalin brejmë në sotme. Sepse po shoh kushtrimit s'po bën asgjë në atë shtëpi, as labi i ri s'po jep asgjë në atë shtëpi. Në fakt ka disa që s'po japin asgjë në atë shtëpi, thjesht zgjon në mëngjes, han bukë, vjen mbrëmja, flejnë gjumë, në prime si shohin fare, ka ca që zërin fare në prime. Është dhe Toni aty që Toni Meti duke shku ishte i djegur për femra, shko mas njerës, shko pas tjetrës. Pastaj kemi Edin që ishte vjetë që tha do thyej dyrë, doli vetë, e futen këtë vjetë sërish në big. Tani nga dol që ka lej duke i rënë mandolinës në batenie në një organ me bia. Është e qartë. Mirë, Gres. Mendon se do të ketë sot diçka tre në prime, do të ketë ndonjë hyrje tre, nëse s'gaboj, nuk është kry ende, nëse kemi po atë ditë kur shku me i marë Ludolin, fakt i fundit, kur shkoj me i po ato kutit, ishte në një 2-3 kuti nëse s'gaboj me biletat këthyse, në fakt, edhe 2 potencialisht që të këthejnë. Mendon se kena me pasu të hyrje treja? Kran, është interesant se sa që po mendoj që rejthi po ngushtohet, në fakt vëllai i madh po na surprizon vazhdimisht me hyrje të reja dhe zakonisht në lidhje direkte që i bën në kuadër të lajmeve ngela të thonë hyrje të reja, po besoj sonte nuk kam ndonjë informacion në qoftë se do të ketë hyrje të reja, por që nuk përjashtohet si mundësi nga vëllai i madh, meqense i tillë është. Tu e marr parasysh si to dinamika, çfarë personaliteti i vyn realisht të rock? Kush mund të jetë një hyrje e re që e kishtë trazu shpinë? Në fakt e trazu me veçar shpi, apo edhe ma shumë? Po në momentin që ku mësu kostin si vjetë, e ku më thonë bile dhe këtu të te, mendoj që është një ndër kostet më të mira që i ka pas në herë ndonjë Big Brother shqiptari, kështu që nuk mendoj që në hyrje e re ka me konë diçka wow, sepse i kena gjitha brenda. Po mdoket që shtu nuk mendon Gjergji, besoj që mujna me pas një diskutim me ta, edhe me ty Rock. Po Gjergj? Besoj që një hyrje e re do ishte mjaft mirë, do ishin disa hyrje të reja, shumë mirë dhe dilnin disa që janë duke qëndru kot aty brenda në big. Dilnin jashtë, atë fusin ca të rit, pak një shohim gjësë bëjnë për loj. Gjësë bëjnë dhe ata për loj, ajtë të nxjerrin jashtë. Se këshu pa puna aty në Big Brother, kanë të ca që janë duke hangër bukën kot aty. Po Jasmina më duke se kena harru krejt edhe që është mrena shtëpis. Jasmina duket i... Kush është ajo në falë? është edhe një banorë në shpjati, po se kena pose për rëndë më shefë, Rock. Jasmina. Atëherë i kërkoj vllahut madh që t'i hapë edhe 2 programe të reja edhe t'i fokuson kamerat vetëm te Jasmina, se fatkeqësisht nuk e kum pa kur në asnjë debat, në asnjë konflikt, kur hiç se kum pa heq, as tu pastrue. Në fillim kur hyri Jasmina, kam qenë në mendimin se mbas është duke analizuar lojën dhe thjesht ka më shpërthyer në një moment, por në anën tjetër kur e mendon se ajo ka qenë jashtë dhe ka pasur gjithatë luksin e botës që ta analizoj dhe thjesht deri më tani nuk ka shfaqur asgjë, konsideroj se në këtë garë ose duhet me kap ritmin e lojës me kohë ose mbase do i mbetesh mbrapa edhe kësaj kime mbet në nhije, si që shtë dhe Jasmina. Kush bën ma shumë ti për garën? Lëndrimi. Lëndrimi, okej. Qa të më falë që ka bën lundrimi për garën? Ti të luta, sinqerisht. Edhe nuk i kam me të keq, pyetje kështu direkte. Jo, debati është për juve. Edhe puthet, edhe preket me kludin. Qa të bo diçka tjetër për garën, lundrimi? Konsideroj se lundrimi është në gjendje që mja u shfaq se me maturi, me inteligencë, mundesh me përballu garën, s'ke nevoj me degradu. Inteligencë është për shembull mi thonë dikojnë apse po keshti me Gresën? Jo, inteligencë forma se si i realizon debatet të lundrimi është thjesht për munje inteligencë emocionale të cilën e ka. Inteligencë me pru Edin,
thonë nga vllojam, une me kënë keshi edhe çka bëjëne, ty nuk të intereson fare. Që ka thonë Edi, tash s'pedi, a ka bo një potest të menshëm lëndrimit që mjë detyru Edi, mja thonë një fjallë të menshëm asysh. Bas është loja e lëndrimit të cilën e ka zgjedhur në raport me Edin. Po, okej, loja kryot në bazë të inteligencës dhe të duket inteligencë kjo Roki, që Unë sinqerisht habit na, jo vetëm me falë ngresën, apo, jo vetëm me këtë ngresën, këtë rast, po edhe me shumë njerëz tjerë, unë peshon një urrejtje që ka ndaj lovit, personit që po ja pas shumë të për shpinë, edhe momentin ku këta tjerë bojnë diçka tjetër, këta thonë që këta janë të bo lojë. Apo momentin kur i bën lobi ato gjeste, atëherë është degenerim, është denigrim, është një shembull i keq për shoqërinë. Unë nuk ju kuptoj ku është shembulli i mirë për shoqërinë. Kush është brenda shembulli i mirë për shoqërinë? Një pyetje, çfarë shembulli të keq deri më tani ka dhënë lëndrimi sa i përket shoqërisë në raport nëse i krahasoj me lobin? Të lutna, unë një shambull i mirë si kur lëndrimi pra për shoqërinë shqiptare, si a dëshëroj asni moshkulli me shumë njëjtë si lëndrimi. Afirmiteti me Klodin për mu është i papranueshëm. Do më shikues në këtë rast. Roki. Edhe ti në këtë rast. Unë e thjesht po të pyes se çfarë shembulli të keq. Ma trego. Për mu nëse qajo është loja me e keqe që mund me zgjedhë një person me lojë. Po çka nëse nuk është lojë? Çka nëse nuk është lojë? Nëse është pjesë e personalitetit, atëherë krejt në rregull jemi. Po ku e di? Unë loja me e keqe. Unë të tregova shumë sinqerisht. Më pengon loja degraduese të cilën e ka zgjedhur lobi. Po ty çka të pengon tek lëndrimi? Nëse ka zgjedhë me bo lojë për mu lidhë me një bashkull brenda, nëse që kjo është pjesë e lojës, atëherë për mu është loja me keqe, në shembulli me keqe që mund me dhumë kësoj shembulli. Këto unë s'mund të debatoj me ty me qenë se është jotit të cilën në base nuk mund të ndryshoj është pjesë e jotja. Nuk është parazgjikim edhe ti jetë parazgjikuese në këtë rast ndaj lobit. Po çka nëse ka me të vërtet lëndrimin, ndjenjen? Atëherë jem okej. Okej, Gjergji si është aty? Kërkoj falje për shkaku i lartësisë nuk do të dëgjova. Pajtojmë fare me Rokin në këtë pikë, sepse dy çunat i kemi thënë, ka një kimi midis njëri tjetrit, mund të kenë diçka më tepër se shok midis njëri tjetrit, dhe kjo s'është asgjë e gabuar, qoftë për lëndrimin, qoftë për Klodin. Lutna, me cilin shok je si afirmitetit e, me cilin shok jem pastroshe e afërkon shtëpinë të lutna? Po mirë, se cili e kemi nga një shok ngushtë që mund të vartë... Për zotur unë e ju, nuk... Valoj, falë Gjergj, nuk e kom në një që ma fërkon shpinën për shokëve. Nuk kam shumë, ja, nuk, pa para, më falë veç pak, Gjergj së është lartë të loj me full Gjergjin, pa para gjykime, po thjesht, nuk i kemi të gjithë, në base e ka aj që zgjedhë. Përdera? Thash, të gjithë e kemi, që thatë, nuk e kemi të gjithë në base e ka kush e zgjedhë dhe nuk shas gjë kesh në lidhe me këtë çështje, por nuk është diçka, e kupton? Një shok të ngushtë që bëjmë gjë me të, dhe në këtë pikë, unë bashkohem me lëndrimin, sepse lëndrimi është moshë 3, bashkë dhe është në moshë 3, unë vetë jam 23 vjeç dhe vlerësoj këtë gjë maksimum, sepse të kesh shoqëri të ngushtë me dikë, nuk është as dhe neve kemi një mentalitet shumë të mbyllur. Kur të plos konflikti lëndrimi Klodin, nga do të rreshtoheni ju lutem? Edhe një herë të lutem se se dëgjova pyetjen. Kur të plos konflikti lëndrimi edhe Klodi? Kur të plas konflikti lëndrimi edhe Klodi, nga do të rreshtoheni, po pyet. Do analizojmë se cili ka të drejtë dhe në base do t'ja jepi meritat ai i cili ka të drejtë në lojën e veç. Shtë e të regu politikane. Para përgjigje deri tash që më pëlqen. Gjergji! Po plasi dhe midis Dolqes edhe Edit të shqiftet edhe ndahen të shumë. Okej, pra... Ka kanë qift, nuk ka kanë shok. Pra, ti e shes si qift këtë dyshe, Gjergj? Po normale, kam thënë që në fillim unë, që ka një këtë bashkë një tjetëri, dhe i shot të mamë si qift, sepse lahen në dush bashk, hanë bashk, flenjë bashk. Ato që tha shumë, pra, Gjergj, do më thonë pajtosh me mendimin tim. Vinë banorë të ri, vënd që të përqafajnë banorën e ri, përqafajnë njëri tjetërin. Po, dhe a ka diçka të keqe kjo Gjergj, edhe mendon se kjo është pjesë e lojës, apo është forma se si ata ndjenë në të vërtet? Jo, forma se si ata ndjenë në të vërtet. E qartë. Mendoj që ata ndjenë në të vërtet. Pra Roki s'ka ka lojë si pas Gjergjit, kështu që edhe Roki... Nëse është lojë për kush lojë e keqe, nëse ndjenë me të vërtet ashtu, atëherë le të vazhdoj. Desh, atja u bëj një pyetje çunave, me qenë se jam e vetë një argos këto. Si i komentoni veprimet e Edit kur i përfundoi, le të themi, raportet me Dallçën që u hodh në krah të Bias? A është lojë apo... Unë kisha dashur mi komentu më shumë veprimet e Bias, se të Edit. Okej.
të bijes. Komentoj, pra. S'kam koment. Gjergje. Ndërsa në dhash komentin tim, mandolina poshtë organit... Mirë. Mirë, kjo është në regull, po I kthejmë edhe njerë, pra nuk e din që kena me pas hyre të reja, por jënë te I kalu ato linjat e ofendimit edhe të nervozizmave që ja shkaktojnë njëri tjetrit pa e gjetë formën e duhur. Sepse po mdohet që jam pak ma shumë kësi forma ma fëminore me qitë njën tjetrin prej taktit se sa debate ose tema interesante. Unë realisht e konsideroj fitore në qoftë se ballafaqon me njëri tjetrin në debate me argumente jashtëzakonisht të forta dhe deri në momentin kur nuk e kaloj në personale, le të themi, debatin dhe nuk degradojnë. Për mua, kjo do të ishte forma më e mirë e ballafaqimit. Por në anën tjetër unë e kuptoj se ata janë brenda një shtëpie 24/7 dhe natyrisht se domosdoshmë do të prekin edhe ato aspektin personal të njëri tjetrit, por që për mua nuk është forma adekuate edhe njëherë po e them për të vazhduar garën. Se kush ishte viktime kësaj forme jo adekuate të sjelljes më shumë të diskutojmë në blokun e radhës që do ta kemi së bashku javën tjetër. Gres, më do të më falenderoj shumë për prezencën tonë në studio. Faleminderit na ke ndrej studion 3 meshkuj edhe ti që është jam bitort. Faleminderit juve. Pavarësisht se patëm mos pajtime, gjithsesi unë kënaqa shumë të debatit. Ne pajtohemi që të mos pajtohemi. Gjergj, shumë faleminderit që ishe në Kosova Today. Roki, faleminderit shumë që ishe në Kosova Today. Sot shpresojmë që të plotësohet dëshira. Për mos më pajtu. Kjo pra është dhe rregulli numër 1 këtu në Kosova Today. Për ndryshe juve shikues të nderuar, faleminderit se na keni përcjell për më shumë se 2 orë gjysmë. Mos harroni